Marrëdhënia me shkollën, familjen dhe bashkinë duhet jo vetëm fuqizuar, po kthyer në një instrument proaktiv për zhvillimin e komunitetit. Ka qenë pranjush duke shënuar risi në punën e saj, vendosmëri, energji dhe pasion për të bërë më të mirën. Ne kemi filluar një ndërhyrje për të liruar hapësirat publike. Dhe aty ne kemi shumë mundësi dhe shumë potencial që të zhvillojmë një projekt i cili t'i shërbejë komunitetit. Ne mendojmë që nuk ka një kandidat tjetër për Tiranën përveç Ogertës, edhe për shkak të faktit se përvoja e gjithë këtyre viteve sjell një bagazh i cili është i pakrahasueshëm me çdo kandidat tjetër ose çdo kandidate tjetër potenciale për Bashkinë e Tiranës. Të gjithë bashkuar do mobilizohemi për kryetaren e bashkisë së ardhshme, Ogertën Manastirliun, e cila do na përfaqësojë të gjithëve, do të vazhdojë ta bëjë Tiranën më të bukur se ç'është. Ndoshta jam të një raste që ndoshta të kam shkruar dhe ti ke reaguar. Unë të falenderoj publikisht. Provoj me zemër edhe sigurisht je përfaqësuesja më e mirë e Tiranës. Tirana 2030 për Shqipërinë 2030 është vizioni im. Por Bashkimi Evropian fillon me trotuarin e pastër. Bashkimi Evropian fillon me qytetin e qëndruar. Bashkimi Evropian fillon me respektin për njëri tjetrin. Dhe ky është një proces dhe ne do ta ndërtojmë së bashku.